zakonisht si që na mundojnë shfaqet, për arsyen që kolegët e mi Bleroni edhe Arlindi, Bleroni i cili nuk është i pranishëm këtu, e kam bo shumë atlet bashkëpunimin edhe realizimin e një shfaqjes. Me këta është hera e parë që punoj si me raportin regjisor aktor, pavarësisht që i kam shok edhe pima herët të dytë, po është hera e parë që bashkëpunojmë në këtë lloj raporti. Tani, kur filloni kështu dhe punoni shok në diçka serioze dhe të madhe, zakonisht është më shumë zbavitje apo punë? Qysh e keni ju raportin e punës? Jo, puna është punë, zbavitje është jashta punës. Të tëtë nuk e përzini, në orët punës jeni të punu? Na ndodhë që edhe në punë do të pak mu zbavit për mu relaksu se nuk shkon veç serios, po normal që i kthehemi punës me njëherë dhe vazhdojmë. Po si lindi ideja për me bashkëpunu bashkë? Iniciator gjithmonë është Bleroni dhe na jena gjithmonë ata që nuk pritojnë, si unë e si Arlindi. Bleroni u kon iniciatori për me nisë këtë shfaqje, dhe unë pa hezitim normal që këmë pranu. Qysh ma herët e kena pas si ide, po veç kena prit më u liru prej angazhimeve të fakultetit e punëve tjera, ta ma në u liru, fillu me njerë me shfaqje. Alend, për ty, si kanë qenë këto dhe të fundit? Fillumisht falenderoj shumë për ftesën, po e nisi një cilendi, kështu që ditën sot e kemi në njës bashkë, kemi arë për provime gjana që e kemi pas fakultet. E sa i përket shfaqjes, mirë, sidomos procesi që jemi tash në fund, është ka bota edhe shumë mirë dhe shumë energji prej secilit prej ekipës. Po, gjaja ma bukur që ka ndodhë si pjesë e shfaqjes është që Lendin e kem shok, e kem edhe regjisor, po gjatë që na ka bo shumë atlet punën e tij, ka qenë qartësu shumë i madh në gjanat që ai ka dashur, edhe ne si aktor e kem për detyrë me apru punën e tij që e don, po edhe me bo edhe punën tonë si interpretues. Tash, zakonisht ka kritika Lendi për juve, apo... Është